bolloku po të pret, por a je gati ti? Të dashur miq, mirë se erdhët në këtë hapësirë ku realiteti fillon të ndryshojë. Nëse po e shihni këtë video pikërisht tani, kjo nuk është rastësi. Mendja juaj është tashmë në linjë me energjinë e bollokut. Universi po ju fton të bëni quantum mind shift, ndryshimin kuantik të mendjes. Sot do të flasim se si të përgatiteni për një kthes të madhe financiare, qoftë fitimi i lotarisë, një biznes që shpërthen, ose manifestimi i pasurisë së madhe që keni ëndërruar. Sepse suksesi nuk është vetëm të marrësh paratë, suksesi është të jesh gati për të le të zhytemi thellë në çdo aspekt, me qetësi dhe me fuqi. Pika 1. Suksesi nuk është rastësi. Suksesi nuk është kur rastësi. Ai është rezultat i një përputhjeje të fuqishme midis mendjes suaj dhe fushës kuantike të mundësive. Realiteti ynë ekziston në dy nivele kryesore, niveli fizik dhe niveli kuantik. Niveli fizik është ai që shohim me sy, paratë në llogari, shtëpitë luksoze, makinat, njerëzit rreth nesh. Por niveli kuantik është vendi ku gjithçka fillon. Atje, çdo gjë është energji, vibrim dhe ndërgjegje. Kur mendja juaj arrin një frekuencë të lartë të bollokut, universi fillon të riorganizojë ngjarjet në favorin tuaj. Nëse po dëgjoni këto fjalë, do të thotë se ju keni bërë tashmë një hap të madh. Në ndërgjegja juaj ka filluar të pranojë mundësinë e një realiteti të ri. Ju nuk jeni këtu rastësisht. Ju jeni zgjedhur nga vetë energjia e pasurisë për të bërë këtë ndryshim kuantik. Besojeni këtë me të gjithë qenien tuaj. Pika 2. Përgatitja është kyçe. Shumë njerëz ëndërrojnë të fitojnë lotarinë ose të manifestojnë pasuri të madhe, por pothuajse askush nuk përgatitet për të. Kjo është arsyeja pse kaq shumë njerëz që fitojnë pa pritur, i humbasin të gjitha brenda pak vitesh. Përgatitja është çelësi. Manifestimi i vërtet nuk ndodh vetëm duke thënë unë jam i pasur. Ai ndodh kur në ndërgjegja juaj është plotësisht e gatshme të mbajë, të menaxhojë dhe të shijojë atë bollok pa u friksuar, pa u sabotuar dhe pa u ndier e pa përgatitur. Pyete veten sot, a jam unë gati për një jetë ku paratë rrjedhin lehtë? A kam hapësirë mendore, emocionale dhe fizike për këtë nivel të ri të pasurisë? Filloni të krijoni zakone të vogla që një milioner ose multimilioner do të kishte. Organizoni financat tuaja aktuale edhe nëse janë të vogla. Lexoni libra për menaxhim pasurie. Krijojeni hapësirën mendore sikur pasuria është tashmë këtu. Kur në ndërgjegja juaj e pranon këtë realitet të ri, universi do t'ju jap atë që keni kërkuar, sepse ju jeni bërë një enë e denjë për të. Pika 3. Ndryshimet sociale dhe vetmia. Kur realiteti juaj financiar ndryshon në mënyrë dramatike, edhe marrëdhëniet tuaja do të ndryshojnë. Kjo është një nga të vërtetat më të rëndësishme që pak njerëz flasin hapur. Disa njerëz që keni sot mund të largohen sepse energjia juaj nuk do të përputhet më me të tyren. Të tjerë do të shfaqen në jetën tuaj, disa me qëllime të pastra, disa me qëllime të fshehura. Prandaj, këshilla ime e fortë është, mbajeni suksesin tuaj privat për aq kohë sa të jetë e mundur. Mos u nxitoni të tregoni të gjithëve. Ruajeni paqen tuaj të brendshme, vetmia e përkohshme që mund të ndjeni në fillim është pjesë e procesit. Është koha kur ju lidheni më thellë me veten dhe me burimin e vërtet të pasurisë, universin. Pranoni këtë fazë me hir. Ajo do t'ju bëjë më të fortë, më të qartë dhe më të mençur. Pika 4. Mençuria financiare. Pasuria nuk ka të bëjë vetëm me marrjen e parave, por kryesisht me mbajtjen dhe rritjen e tyre. Shumë njerëz fitojnë një shumë të madhe dhe pastaj e shpenzojnë sikur nuk do të marrin më kurrë. Ndërtoni mençuri financiare që tani. Filloni të mendoni si një kujdestar i pasurisë. Krijojeni ekipin tuaj, një këshilltar financiar të besuar, një kontabilist të shkëlqyer, një avokat specialist dhe njerëz të tjerë që kuptojnë lojën e parave në nivele të larta. Mos u mundoni ta bëni gjithçka vetë, mësoni të dalloni midis shpenzimeve që sjellin gëzim të vërtetë dhe atyre që janë thjesht tregues të pasigurisë.
Pasuria e vërtet është liria për të zgjedhur, për të ndihmuar, për të krijuar dhe për të jetuar pa stres. Pika 5. Ndihma ndaj të tjerëve. Një nga kurthet më të mëdha është dëshira për të ndihmuar të gjithë menjëherë sapo të keni para. Mos u nxitoni. Së pari krijoni stabilitet të fortë për veten dhe për familjen tuaj të ngushtë. Kur jeni në një pozicion të sigurt fuqie, atëherë mund të jepni nga teprica, jo nga frika se mos mbaroni. Bollku duhet të krijojë liri, jo presion të ri. Kur ndihmoni të tjerët nga një vend plotësie, ndihma juaj bëhet shumë fish më e fuqishme. Jini bujar, por edhe të mençur. Krijoni trashëgimi, jo varësi. Pika 6. Vizualizimi emocional. Tani vim të një nga teknikat më të fuqishme, vizualizimi emocional. Mos thjesht shikoni me sy mendje një shtëpi të madhe. Jetoni atë. Ndjeni aromën e dhomës së re, prekin pëlhurën e sofave luksoze, dëgjoni zhurmën e valëve nëse ëndërroni një vil bus detit. Emocionet janë gjuha me të cilën ndërgjegjja komunikon me universin. Kur ndjeni gëzim, mirënjohje dhe siguri sikur pasuria ka ardhur tashmë, ju po dërgoni një sinjal jashtëzakonisht të qartë në fushën kuantike. Bëjeni këtë çdo ditë, edhe vetëm për 10-15 minuta. Bëjeni ritual. Pika 7. Vlera vetjake. Së fundmi, por më e rëndësishmja, duhet të besoni se e meritoni këtë sukses. Bollku thjesht zmadhon karakterin dhe zakonet që keni tashmë. Nëse jeni personi mirë, pasuria do t'ju bëjë më bujar. Nëse jeni i disiplinuar, pasuria do t'ju bëjë më të fuqishëm, punoni me veten. Shëroni besimet e vjetra se parat janë të këqija ose unë nuk jam i mjaftueshëm. Ju jeni absolutisht të denjë për prosperitet të madh. Universi nuk bën dallime, ai jep bollëk atij që është gati ta pranojë. Mesazhi përfundimtar. Jetojeni çdo ditë me pritshmërinë se suksesi i po vjen. Organizoni jetën tuaj sikur ai është tashmë rrugës. Flisni, mendoni dhe veproni si personi që tashmë e ka arritur atë që dëshiron. Besojini procesit plotësisht. Quantum Mind Shift nuk është vetëm një ndryshim mendjeje, është një transformim i tërë qenies suaj. Ju jeni gati. Pasuria po ju kërkon, po aq sa ju po e kërkoni atë. Faleminderit që ishit sot këtu. Nëse kjo video rezonoi me ju, mos harroni të pëlqeni, të komentoni, unë jam gati për bollëkun tim dhe të ndani me dikë që ka nevojë për këtë mesazh. Ne do të takohemi përsëri në video të tjera ku do të thellohemi edhe më shumë. Deri atëherë, jetoni me besim, me fuqi dhe me zemër të hapur. Mirupafshim së shpejti dhe suksese të mëdha.